1822 të punësuar në institucionet publike shëndetësore në vend kanë ngritur padi kundër punëdhënësve të tyre, ndërsa shuma totale e kërkesave gjyqësore arrin në 134.6 milion denar, rreth 2.18 milion euro, njoftoi sot drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski. Padia ngritur në 62 nga gjithsej 108 institucione publike shëndetësore, që sipas tij përfaqëson më shumë se gjysmën e gjitha institucioneve në vend. Arsyeja më e shpeshtë e padive është moslyerja e shtesave në paga, ndër të cilat puna jashtë orarit, puna e natës, puna me ndrrime, puna të dielave dhe gjatë festave, si dhe bonuset dhe shpërblimet jubilare. Shuma më e lartë individuale e kërkesave gjyqësore është regjistruar në Spitalin Klinik të Manastirit me 16.8 milion denar, ndërsa Spitali Përgjithshëm i Kumanovës ka numrin më të madh të paditësve, 317 të punësuar. Paditët më së shpeshti burojnë nga probleme në zbatimin e ligjit për marrëdhënie pune dhe marrëveshje kolektive. Bara reale financiare mbi shëndetësinë publike mund të jetë edhe më e madhe, pasi një pjesë e procedurave ende nuk kanë përfunduar. Ai theksoi gjithashtu se trendi i padive të reja vazhdon, ku vetëm shtëpia e shëndetit në Kratov ka paralajmëruar rreth 65 paditës të ri në vitin 2026 me një vlerë të vlerësuar mbi 3.5 milion denar.